Ishte një kuvend mendoj shumë i suksesshëm, i cili rrodhi në natyrën ashtu si ka natyrën Lidhja Demokratike e Kosovës, me mundësi të diskutimeve, të vrejtjeve, të propozimeve të brendshme, me vot ashtu si që parasheh rregulloria dhe statuti, dhe me deklarim dhe me pajtim të pjesës dërmuese të delegatëve të kuvendit. Delegatë të kuvendit zotë Mustafa kanë kritikuar mënyrën se si zgjodhet ju me aklamacion. Çfarë mendoni për këtë, madje e quajtën edhe lloj diktature? Tash unë në fjalorin e atyre që e kanë mendsinë e tyre diktaturën nuk merrem, por merrem me fjalorin e votës. Këta delegatë që kanë qenë këtu janë të vetëdijshëm për votën e tyre, janë të moralshëm për votën, cilën e kanë sepse është pronë e tyre, nuk është pronë e ime ajo. Ata më kanë votuar gjithë me përjashtim të 2-3 vetëve, do të prej 349 sa kanë qenë aty, dhe çdo cilësim tjetër është çështje edukatës personale, ndërka që unë vlerësoj votat e delegatëve. Se nuk lejuan media. Ka mendime se jeni fiksuar që të votoni me votim të fshehtë? Jo që jam fiksuar, sepse unë nuk kam ardhur këtu dhe vetë votat që është dhënë aty flet që asnjë frikë s'ka, se unë nuk kam qenë shumë i relaksuar. Janë friksuar ata që kanë bërë fushat që 10 ditë apo 15 ditë, unë s'kam bërë fushat në asnjë media. Jo dini kush prej jush ka organizuar fushata dhe si keni bërë ato. Mirë po, sot e dha përgjigjen Lidhja Demokratike, sa ajo vendos vetë, nuk vendos në ndryshtinë as të individëve, as të interesave të ndryshme. Kjo është interesi i LDK-s, unë e vlerësoj këtë interes. LDK do të jetë edhe më unike prej ditës sot, ne do të jetë më organizuar, do të fitojmë zgjedhjet të ardhshme, dhe kjo është me rëndësi për ne, do të thotë është një parti e cila sot është treguar shumë unike, është treguar shumë demokratike, dhe i pëlqeu po si pëlqeu dikujt, do të thotë ne do të vazhdojmë, do të fitojmë zgjedhjet, do ta kemi bashkë me zgjedhje fitore më ardhshme.